Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për muzikën përgjithësi popullore shqiptare dhe pikërisht për këtë kemi një këngëtar, pra një zë shumë dashur tonin, Nusrat Sadikon. E kam kënaqësinë ta kem në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zotëri Nusrat, si po ndjeni sot? Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën ju edhe një falënderim veçantë edhe për DTV Media. Faleminderit shumë që jeni mund të më ardhë dhe me të vërtet me mbush të studion tonë me tema shumë interesante, me të vërtet një artist si jo, ja vlen për me na tregu diçka dhe për përvojën e tina. A të fillojna pra fillimisht me si të ka ardhur kjo, pra si u shndrove ti në një artist? Po, unë mendoj që të gjithë ne që merremi me këtë punë, me këtë vërtetari, është patjetër duhet të jetë diçka e lindur. Edhe unë nganjëherë, nëse mund të them ashtu, e marr si shembull edhe me shoqëni kështu kur bisedojmë, se si bishtin e Sopotës. Bishtin e Sopotës nuk e gjen gatshëm me ngjit Sopot, por duhet me shku në mal me marr drunin, me pru dhe me trajtu, mandej me përdor. E mendoj edhe te talenti të duhet të jetë e lindur gjithsesi, edhe mandej gjatë rrugtimit sa mundesh me gdhand, me dhon formën edhe me përdor për atë çka e mendon, ajo është diçka tjetër. A të kujtohet ende momenti kur ndoshta ke thonë, okej, unë do ta vazhdoj këtë veprimtari, do të vazhdoj të këndoj edhe ka qenë ajo ndoshta kënga më serioze, kështu? Po, si vogël shumë në moshë të re, më kujtohet kur kam këndu, sigurisht sparin e për familje, për mes familjarëve kështu, si fëmijë shumë i vogël, pa instrumente fare, edhe sa e kësaj dite shpesh herë i kujtoj ato me nostalgji, domethënë kanë qenë diçka shumë të bukura, shumë kujtime të bukura, po që fatkeqësisht s'kam pas ndoshta edhe mundësi, po edhe djenim me i lënë dikun të injizura që tash me ndëgju edhe këtë moshë kur jemi, po më kujtohet gjithsesi. Po patjetër, a mundesh më na tregu pra për fillimet kur ke fillu me këndu kështu, ndoshta kur ke qenë më i ri, në moshën mbi adoleshencë kështu, çfarë janë këto ato veprimet e juaja? Në shkollën fillore më kujtohet atëherë, nëse nuk gaboj, profesoresha apo arsimtarja Vjollca ka qenë që na ka dhënë londën e muzikës, edhe ajo në farforme ka dhënë edhe atë kurajon, sigurisht që ka qenë profesioniste e fushës, edhe kur më kanë dëgjuar të këndu në klasë, më ka dhënë shtytje që mos i ndërprej edhe domethënë aty janë thuaj se hapat e parë, mandej. Pra kjo profesoresh ka qenë shtytja juaj më e madhe dhe ndoshta motivues janë numër 1. Po sigurisht, po që nuk e harroj asnjëherë se domethënë ka qenë fjalë që edhe sot e kësaj dite përcjellën që mos më u ndal. Si ka qenë mbështetja e familjes në atë kohë? Po, them drejtën, pak ndoshta në fillim ka qenë ajo kohë që ka qenë edhe trazina tjera që kemi kalu si shoqëni, si popull, edhe ka qenë ndoshta një lloj hezitimi në fillim, po mandej me kalimin e viteve kur kanë pa që unë s'po hjeku dorë, nuk po lëshoj pen këtë farë ane, atëherë normal që kam gëzuar për krajin e tyre edhe të rrethit edhe kështu kam fillu dal koncerte, programet shkollës, mandej kemi pas në ato vite të 10 dhe ansamblin në vendin ku jetoj në Najvali, kemi qenë atëherë ansambli Shkëndia, nëse është për me u përmend me emrin, edhe sot duhet i falenderoj edhe bashkëvendaset e mi që për krahin edhe durtërkritjet e para dhe skenën e parë, paraqitjet e parë skenike, e kam bërë pikërisht aty në vendlindjen tonë, domethënë me koncert me ansamblin tonë, edhe ka qenë diçka fantastike që shumë gjendje mirë, domethënë që është e papërshkrueshme, domethënë vetëm ai që e provon mendoj vetë mundet me përshkruaj se është ndjenje shumë e mirë që edhe sot e kësaj dite dhe gjithë jetën kam e kujtuar domethënë atë daljen e parë në skenë para njerëzve para njerëzve që i ke njoftë në farformë dhe të kanë njoftë, po domethënë ka qenë shumë fantastike, diçka kur e ke pa gjithë me ovacion të përkrahur me durë trukit, domethënë është diçka shumë fenomenale, shumë. Ndoshta keni pas një farë stresi se me vërtet paraqitja e parë skenike. Patjetër du me përmend, ndoshta s'është e tepërt një shok tonë që ke filluar thuaj se zbashku edhe fushën e këndimit, zbashku me të, një shok i joni, Feteja Jeti. Ai bile ka qenë në orkestrën atë kohë edhe si me shakar pa thonë, po që ishte vërtet për emocioneve, unë ndoshta se kam vrejt veten, po në farformin e dridhje kamve. Dhe më thëj ke kam dash për një si në shaka, kam dash me lanë instrumentin, me që më t'i mbajt kompakt, se është po ka kalu shumë mirë. Ka qenë, edhe prej aty më ndaj mave si jemi ndalë kur.
Me rëndësi nuk ju ka dritë zone. Jo, Në kund nuk jem po. Qështë që s'ka lidhje. Jo. Qa ke qenë kunga e preferume që e keni performu? Po më ndonë në atë kohë? Po, në atë Apo në kohë. përgjithësi? Në atë kohë se pasaj vazhdojnë pra me aktualitet. Po, që shme thonë, na jemi një farë forme a i brezi që thashtë edhe marit kemi kalu një farë pjesët sfidave që ka kalu edhe kombi jonë, edhe popullu jonë, edhe normalisht që kanë qenë edhe kongë patriotike që ato që na kanë nëzit një farë forme edhe për me hesë tutje, po në atë kohë një kongë dëmo që e kam këndu, ka qenë një kongë për Ibe Palikuqin, një heroin e kohës dëmo që ka qenë, edhe këndotës edhe kësoj dite, atë kongë e kam këndu atëherë, mandej pak ma vonë kemi pas gjirime me televizionin e Prishtinës atërshme, të vëpën atërshme, që kam betë edhe sot është e gjirume edhe nëse nuk ka bëjë është në rrjetet sociale e emitume prej dikuj që e ka postu. Se keni kaluar dita, të kujtojtë ndoshta eksperiencat, kështu reale, ndoshta më na kujtu një ditë kur keni performu, si ka shku Po në zakonisht... një event kështu special. Po ato zakonisht normal vinë para përgatitjet çdo herë, para çdo paraqitje sigurisht që vinë para përgatitjet. A duken më ndryshe këto para përgatitjet sot me më përpara? Po që më thonë, niveli i përgjithësisë mendoj që është çdo herë është i njëjtë. Çdo herë është niveli i përgjithësisë mendoj të çdo artist do të më qenë në nivel çdo herë sepse sa herë që paraqiten skenë nuk mundesh me pas atë luksin më thonë unë jam këtë, okay, edhe s'ka, do më në përgjithësia ekziston mendoj çdo herë. Mirë po rrethonat e tashme mendoj që është shumë më e lehtë tash me punu se në atë kohë kur kemi punu do më në shumë të rejë si fëmijë, se kanë qenë rrethona këtë tjera, do më thonë edhe ona teknike tash ka përparu shumë ka evolu shumë në të atëherit edhe shumë gjona tjera, po më gjithë se edhe ajo pjesë do më ka qenë shumë i bukur, është kujtesë shumë që s'harrohet asnjëherë. Cilat veti keni jo si këngëtar? Se i keshim veçu ndoshta ato që ju bojnë juve kush jeni jo? Po tash ndoshta s'm takon ndoshta unë me thonë vetë krejt ato. Pelojmë pak modestin anash sot. Po, thom drejtën. E di që jeni shumë modest, pak modestin do të pelojmë anash. Po, kisha me thonë që në varën, ndoshta në gjeshmeria në përgjithësi për jetën, po edhe faza që i kalon njeriu si njeri gjatë fazave të jetës, shembull po... Ndoshta edhe për kushtime? Edhe për kushtime, po, patjetër, po. Edhe normal, të çdo herë, domethënë çdo fushë që e shef ose e përjeton ose ndjen, atëherë mendoj që edhe mendon me qitë edhe para publikut, edhe para audiencës, shembull, atë brendin që ndin si artist, shembull, qoftë të kongë patriotike, qoftë të kongë të dashnisë, qoftë të kongë të gurbetit, që nga njëherë e bile tash mendoj me realizu shpejti një kongë gurbetit që e kam shkrujt vitet e 90-ta, po thamë të drejten, nuk ka mendu që kjo plagë që na ka përcjell me shekuj, do të na përcjell edhe tash këto vite pas luftës. Po fatkeqësisht po na përcjell. Mu po më bën përshtypje se keni rujt edhe kongën prej viteve të 90-ta edhe nuk i keni harru, pra nuk i keni jap shumë rëndësi edhe shkrimeve tuaja. Po, normal po, se është, po thamë, jemi nështë një gjenerat që kemi pa dashje tonën, na ka rastis fati që me jetu edhe me i pa ato gjona dhe mandej ato për cilë kanë kështu të njëtë. Sa më ndonë, kush është më përpara, profesionalizmi apo ndjenja? Me thonë, sigurisht besoj që ndjenja, se po se ndive në brendin tonë, nuk mundesh edhe qka me dhonë diqka shumë për audiencë. E manej profesionalizmi, atëherë sa mundesh ti me punu, që thamë edhe marë, sa mundesh me gdhend që atë vërmitari këtë rast që përflasim për muzikën, për kongën, do më thonë profesionalizmi normal që do të më mundu çdo herë me perfekcionu ma shumë gjatë vërmitarisë tonë. Tash sa muj me arrit, ajo mbetet me u po. A i kene arrit jo qëllimet e juaja? Apo gjithmonë? Po, normal që jam qasë rrugë mendoj, po asë njëherë me u vetë knaqë, sepse nuk guxoj me u vetë knaqë me thonë vëllan po, unë tash i kom rrit tane, mendoj është një lami, është një fushë që i kanë thonë edhe shumë shokë edhe kolegë tonë edhe ma herët, edhe vazhdojnë me thonë që është një fushë që asë njëherë nuk ka limit. Çdo herë dhe ma në ka diçka që mund të me bo ma mirë, pa ndalë shumë kështu. Që ja ka qenë ndoshta i qëllimi që
e ju e keni plotësuar gjatë viteve, pra ndoshta realizimi ndonjë këngë të dedikuar për dikënd, edhe që ka qenë ndonjë asaj momenti kështu, që mundemi me veçu. Po, ndoshta ka shumë, po kisha me veçu ndoshta një këngë që e kam realizuar taksës fundit, që më ka bërë shumë përshtypje, unë as nuk i njeh si familja, sot nuk i njeh kush janë, për vetëm se e kam pa në rrjetet sociale, rastisht kam has me një pjesë, është një dëshmor i kombit, një shkodran, edhe rastisht e kam has një story e tij si ushtari i UÇK-s, që e ka publiku dikush në rrjetet sociale, edhe në farforme aty për aty ka lind ideja edhe e kam shkruajt edhe tekstin edhe vin muzikore, edhe ka dalë diçka mendoj shumë e bukur, që është tash veç është realizuar ajo, edhe ka qenë diçka domethënë që ka lind për brendis. Thash as pa e njoft as më ka thonë kërkush që më ka porosit çamë që po bëjmë për këto ose kështu, po ka ardhur shumë natyrë, shumë vetvetiu. Pra jo dhe tekstet i shkruani vetë, si duket ajo rutina juaj për me shkruar një tekst muzikor? Është diçka që, po them prapë është diçka e brendis. Çdo personi që merret me këtë lami, domethënë është diçka që jeton brenda individit, domethënë. Edhe vjen një moment që ti e shpërfaq domethënë, sikur që ky rasti tash, ose kam pas një rast, është një dëshmor vendas i yni edhe ai, e kam shkruar tekstin gjatë luftës, unë kam qenë i burgosur politik gjatë luftës fundit, edhe këngën për atë dëshmor e kam shkruar në qeverit e burgut. Domethënë ka ardhur inspirimi aty për aty. Edhe mandej edhe sot nina mirë që kum pas fat me mbjetu edhe atë periudhë që kemi kalu, edhe e kam realizuar ato që ka lind domethënë rrethona shumë pa natyrshme, po që fatmirësisht kam rrit me realizu. Në vërtet ndoshta edhe pak kështu se situatë kështu pak ndoshta pak më e keq, që kështu me të vërtet me kujtu prej një çelizë të burgut, ju keni mujt me arrit me kriju një vepër arti, pra e keni shtu një tekst që tani e keni dhënë më jetë. Po, shumë e vërtet. Janë rrethona që kemi kalu një pjesë e jona, jo një pjesë po thuj se shumica e popullit tonë, e kombit tonë, po ka lind aty për aty dhe thash që thatë edhe jo, jam shumë i kënaqur edhe thonë që kam mujt me realizu, domethënë ka qenë diçka që ka ardhur shumë natyrshëm, e pa menduar më herët, po ka ardhur që thamë inspirimi vjen aty për aty. Cila është kënga e preferuar e juaja? Ashtu s'kisha mujt me thonë ndoshta me veçu, shembull këto se ka fatmirësisht ka jo vetëm këngët e mia, shembull që kam realizuar 10 këngë shembull që jam këngët autor, shembull tekstin edhe vin muzikore, po shumë këngë tjera që i kam performuar dhe vazhdojmë të performuar, domethënë kemi mendoj na kemi aq thesor të begat me këngë popullore dhe folklorike që s'kisha mujt ndoshta këtu për këto me veçu njënën, mos me hin hak asnjënën se mendoj që çdo këngë mundemi mi përmend disa cilat ndoshta tek ju e kanë kalon ndoshta në shaj kështu më emocionale që keni më afër zemrës, ndoshta e keni dedikuar dikujt më të afërt. Unë kam pas fatin me Ismet Bujevsin në Ndjerin, që besoj që shumica prej nesh kush ka pas mundësi me ndëgju, e kanë dashur edhe vazhdojnë me dashur. Unë në farforme jam nxit në farforme ndoshta shumë prej veprimtarisë tina, edhe të këngëve tina, edhe kisha dy këngë që ai ka shumë opos shumë gjerë të këngëve tina të bukura që i ka realizuar dhe ka kënduar shumë bukur, po dy kështu që kisha më veçu për shumë këngëve të bukura tina, Martesa jon, edhe është një omë i bukuroshe që e thuj se e din edhe njerëzit që i njih mbi kështu më pas afërmi, ku kemi performuar, ka qenë ndoshta pa mundshme mos me kënduar ato të paktën një herë. Patjetër. A të fokusojmë pak se çfarë ndikimi mendon se ka pra mbajtja e gjallë e traditës me kësaj lloj këngësh? Po, mendoj që është diçka shumë e bukur. Është shumë e bukur dhe mendoj që nëse mundem me thonë kisha apelu të gjithë ne që merremi me këtë veprimtari, që sa më shumë që kemi mundësi me zhvillu matutje, po edhe me pas mundësi që edhe të brezat e ardhshëm me ju sugjeru ose me nxit një farforme që mos me harru, po me dashur edhe pse mos me avancu edhe më shumë se që kemi mujt na me avancu kulturën tonë edhe muzikën tonë, se është diçka fenomenale, është diçka shumë e bukur. Por diçka që me të vërtetë na karakterizon edhe si një popull
që ja dim vlerën që të shkafet, jemi te emocional, po dhe të fort. Kështu që kemi shumë dashuri në shpirt. Sigurisht, edhe mendoj që ne kur të na bjen dikur me përformu, ndoshta edhe me popull tjerë, me thonë, ose me vende tjera, shtete tjera, ne pikrisht me kulturën tonë, do të me umburë edhe me ju të regu që çka kemi mundësi me dhone, çka kemi trashëgu për brezave tjerë. Nëse kishë mujtë me ju krahasu juve, të thonë ne, nëse kishë mujtë me ju krahasu juve prej pra në streti, 20 vjeçar, në fillimet e karrierës time, juve sot, cili është ai dallimi kryesor? Po, dallim, ka sigurisht, ka të që përmendëm edhe më herët, ka dallim së shembull se koha, realizimi që shkalmojt me u bo dikur si 20 vjeçar, edhe tash është shumë ndryshme, se thamë kanë evolu gjonat shumë, fatmirësisht kanë evolu për të mirë, edhe sot shembull edhe teknika edhe gjithçka tjetër ka përparu ma shumë edhe është ma e lehtë shumë me realizu ato që e dëshiron. Edhe media shembull sikur tash që kemi fatmirësisht mundësinë edhe të mediumi juaj, që jam falendërues çdo herë, edhe kjo është një prej tyre, domethënë që domethënë tash ka atëherë kemi pas një televizion krejt shembull që përmendëm herët, në fund të 10-tave domethënë TVP-n atëhershme që kemi bë xhirime edhe incizime. E tash fatmirësisht shembull ka me 10 qindra televizione, me mediume ndryshme radio që veç a ke mundësi me punu dhe me hecë përpara. A mendoni se a keni marrë tash dorën, jo? Tekst shkrimet, këndimet, me krahasu pra tash se ndoshta në fillime, është ajo pak mund me njëri pak më i pasigurt, edhe sidomos nga rrethonat, ndoshta nuk keni mujtë më fokusu aq shumë. Po, sigurisht që po, se përvoja e bën të vetën, sa ma shumë që punon, sa ma shumë që shkruan, sa ma shumë që këndon, ose me instrumente që performon, çdo herë e ma shumë të vjen të u pjek, edhe sigurisht që është edhe diçka ma e frishme që mundesh me dhënë. Patjetër. Që ka qenë ndoshta një moment që keni bën ndonjë pauzë ose keni mendu me lënë muzikën? A ka pas të kësi momente? Jo, për me lënë, jo. Ndoshta me pauzu ka ndodhur shumë periudhë shumë të shkurtë, jo gjatë fatmirësisht, po për me shku natë, nëse më thonë ekstrem, për me u largu jo, se mendoj që të gjithë ata që merren me këtë lami dhe që e dojnë me shpirt, është një diçka që të bën për gjithmonë për vete, s'mundesh asnjë moment me u nda. Bile unë po thonë për vete, besoj edhe tjerë, çdo herë që ka punon diçka tjetër, është e pamundshme mos me zot lart, në heshtje pa këndu vetë me veten, është e pamundshme. S'paktën për vete unë. Pra ju gjithmonë keni këngën kështu pjesë ditës rutinës patjetër. Po, domethënë jetoj me to. Më vjen shumë mirë, me të vërtetë se ju jeni edhe shumë i arashëm si person, edhe me të vërtetë kënga, mu më duket se kënga është një lloj si shërimi i shpirtit. Po, patjetër, edhe unë mendoj, është në, si po thua, shërimi, ilaçi më i mirë, edhe ushqimi më i mirë mendoj shpirtënor për një person ose për një këngëtar që merret me këngën, është ushqimi më i mirë është kënga. Jo si këngëtar, se atë janë ato sfidat kryesore që keni pas gjatë viteve. Po, ka ndoshta disa prej sfidave që na përcjellin. Sepse nuk është gjithë bota vetëm me lule, pra jo, kemi edhe këto ndoshta më thonën që sigurisht i kanë thonë edhe shumë para neve, që jo çdo herë këngëtari është shembull aty për aty vetvetja 100% kur del me performu. Shembull ka edhe si raste që shumë kolegë tonë kanë thonë se i ka rënë për jetu, që të ka dashur me shku ndarësëm me performu ose me dalë me një xhirem ose që të ke pas një brendi këtë tjetër për asaj që ke përfaq para publikut ose para kamerave. Ndoshta e nikuni mërzitur edhe nuk u dash me shfaq ato. Ka edhe si raste kur ti ki se fundja gjithëmi njerëz. Shembull ka prej ne shumë që ka ndodhur shembull ke pas shembull ndoshta një rast në familje këtë që s'ka qenë momenti për këngë hiç, po kur merresh me këtë lami, shembull ti e jap fjalën, edhe çdo herë dush me dal fjalës patjetër, edhe për hir të asaj që dush me dal në fjalë, ti dush me dal edhe kur ndoshta nuk je vetvetja
në ato momente dush me dollë edhe me harru vetë vetën, po para opinionit që të presin, të me paraqit qysh ata e presin. Po dhe kjo ndoshta është pjesa më e vështirë. Po, sigurisht që po do të më mundu me menaxhu edhe kësi situata. Se u shtroni një zonin para se me të mundi punë, që atë janë të përgatitjet e kështu? Po, zakonisht, thashën edhe më herët, po besoj edhe të tjerë, veçuar për veti, e kam qatë metodë më që jetojnë me to. Do më ka shkoj edhe nëse jo kështu, me zonë pak më të lartë, për në heshtje është e pamundshme çdo punë që e bajt gjatë ditës, punë që e kam kështu përditshme, është e pamundshme shumë mos me përcjell në vetën tëme me pos çdo herë mendja, çka kam me bë kështu. A ju lind ndonjë ide kështu spontanisht për ndonjë punë kështu? Po, shembull, ndoshta në rrugë time sipër i dikun, tash po janë mundësi që tha më herët ndryshe se e kam pas shprehim më herët, pa laps edhe pa letër në gjep si më nis kërkun. Se kjo puna e inspirimit është, edhe kjo është manon veti nëse mundu me thonë kështu, si shprehje, se kjo nuk vjen kur don ti. Pa është moment që thotë, është një moment që më kur inspirimi vjen për me shkru, edhe po se qitë në letër, ndoshta më kur s'kthehet. Po tash po janë mundësi që më jo telefonat, jo këtu, shumë që s'ka nevojë nështë me pos dajer laps e letër, po me rëndësi dikun. Në konkreta tek vetja, sidomos të vozit, do me thonë, du të me pas muzikë shutës e të qka, kështu e thonë e kom kësë qa kitë pjesën e këngës të involvu me njëtën tamë. Shumë mirë, shumë e bukur. Qa është do ishte një këngës që nëse nuk ju vjen keq, me na performu të në studia? Jo, s'është problem, nuk është problem, vetëm se kështu pa... Do shta ndë një refren kështu të preferum, disa vija kështu... Po, kështu ndoshta një këngë e vjetër qytetare, pak, do më thonë, 2-3 reshtat sajna, ndoshta besoj që ka me ufrit mirë. Aq me ka vra dashinia e jote, se të patat vetëmën në këtë jetë. Aq me ka vra dashnia e jote, se të patat vetëmën në këtë jetë. O edhe shpirti ma dogje moj goce, shumë të durova në këtë jetë. O edhe shpirti ma dogje moj goce, shumë të durova në këtë jetë. Kjo pra ishte paka shumë pika shkurt ashtu. Fantastike, faleminderit shumë për këtë mini performancë këtu, se me të vërtet doja me jenë të gju, edhe për një me të regu edhe talentin këtu, edhe pse do shta mirë ta këshim bu kështu një koncert, po me mundësit këtu unë sa i kam për momentin. Faleminderit, për të armën pëse jo. Pa tjetër. Sa me ndonë që ka konkurencë, kjo pjesa e muzikantëve mes vete, pra edhe kjo fush në përgjithësi, sepse dim që kemi tash shumë lloje të ndryshme të këngëve, pra zhanre të ndryshme, çka po është më trendy, çka më kështu. Pra muzika popullore ndoshta mundet mu lëm pak anash nganjëherë. Po, kështu, mendoj që... Po gjithmonë e keni një pjesë të audiencës që jeni me ju. Po, sigurisht, secili zhanër e ka shikueshmërinë e vet, dëgjueshmërinë e vet, e ka publikun e vet, edhe mendoj që secili zhanër pse jo do të më punu me arrit ato që ka e mendon me arrit. Edhe tash secili profilizohet zhanre se për na muzikën popullore dhe folklorike, unë i respektoj gjitha zhanre të tjera, nga njerën dëgjoj edhe muzikë letë, kështu shpesh herë, dëgjoj, po ato që unë e du, ajo është normal muzika popullore edhe muzika folklorike, po edhe konkurenca është e mirë, çdo herë, mendoj që edhe konkurenca është diçka që na bën mirë, nuk është që dëm tanë pra ju shtyn për para. Po, sigurisht që po. Ju motivon në vete. Po, sigurisht që po. A me dënë që ka këngëtar që ndoshta po e kesh përdorin këtë hapësirën që po i jepet kështu? Ndoshta fama e kështu? Po, s'po ditash, ashtu ndoshta s'kisha nalë me thonë me kesh përdor, po për një pjesë që
po lidhna të muzika popullore, shembull. Tash shembull për vete, shembull për veten time, shembull jo që jo me urrejt larg asaj, po shembull që te muzika tallava për shembull, unë natë ditë lutëm unë së dy fjallë s'di me i bo bashkë, se sëm flanë të më honë shpirë. Nuk më pengon pëse tjertë e kultivojnë ose e merën me ta, po shumë personalisht për vete unë s'di që ka kësha thonë me ta, se sëm flanë shpirë. E shumë të popullore, folklore, atëra është... Qëfar loj zhani tjetër, ndoshta nuk e kishë këndu kështu? S'po di, ashtu mos na edhe Unë mendoj që jo dhe për balada kishë qenë, kështu e keni zonin perfekt. Po, edhe baladat, po, normal që... Po, kështu edhe pak të pështjellën, ka pak me zvete, është gëlla një farë. Do shta dhe për dikon që nuk i din kështu saktë mi dalu. Po, sigurisht që po. Rastin fjallë, po, amo kështu. Dhe shta më fokusu të jeta juaj personale. Që balansoni ju këto, dhe me thonë me punu, me pas edhe angazhime muzikore, po edhe me pas me kriju familje, me mbajt një familje, dhe po ashtu me kun shumë përkushtu ndaj familjes tuaj. Po, mënoj që njëri si të ka vullneti, si të ka dëshiren, edhe e donë që më qasë vërmitari, besoj që është shumë ma e letë me arrit shumë, me arrit një sukses që e pretendon. Edhe po ma me menja që edhe të tjertë këtë du të me qenë e njëjtë që kër e donë që fush, se në këtë rast kongën, muzikën, unë dojë që vishë na letëson, nuk është diçka që na pengon. Normal që ka nevoj me i kanalizu dë gjana diçka ashtu, po me mundu mos me lonë ana shumë, edhe familje si familje, edhe punën nëse veç në këtë rast që edhe unë normal e kam një punë tjetër përveç muzikës, kam punë shumë të përdishme që e baj, po muzika do më veç më blecon, nuk është diçka që më pengon, po për kundra zi, veç më bënë me unë i mirë edhe me i kry detyrat e mija dhe ma me përkushtim dhe ma me letësi. A do një kështu mja kalu edhe ju e keni edhe një vajzë? A do një mja kalu këtë talent edhe vajzës, do shta? Po, në farë forme, veç është që asoj rrugë, edhe pse pa dosh me ja imponu, si ja kom me imponu as njerë, është valtare, dhe me thonë, po dhe me thonë edhe valja është pjesë e muzikës të bukur, dhe me thonë edhe folklorit edhe popullores, edhe aja tash është sa vite, dhe me thonë disa vite që veç merët me këta, dhe është normal që më bënë edhe mu me unë i mirë, që pa imponim, dhe me thonë e donë traditën tonë, kulturën tonë, Pra ju dy koktit pandashëm, kështu? Thuja se po, thuja se po. Cili do t'ishte një mesazh që do t'ja leje pra gjithmonë këngëtarëve të ri, që ndoshta i pëlqen muzika popullore dhe dojnë me mbajt gjallë këtë lloj muzikës? Po, unë kësha thonë mas pari, mos me pritu me umar, nëse veç e donë, shamë kongën popullore, ose folklorike, shamë pavarësisht të dyjat janë tonat, nëse veç e donë, mos me pritu asë njëherë, mos me hezitu, me punu vazhdimësi, edhe me punu, kisha me thonë si mesazh nëse mujë me thonë, me punu pa urrejtje ndaj tjerëve. Asë njëherë mos me urrejt pse x, y i këndon, ose se na du të me ditë që çdo herë ka këngëtar më të mirë se unë, shumë më të mirë ashtu, po me punu që ato sa ti ki kapacitet, me zhvillu, edhe me hecë për para, edhe nëse ki mundësi me qenë bashkëpunus me tjertë, mos me pritu me qenë bashkëpunus edhe me tjertë, edhe me artista tjerë, edhe besoj që atëherë del edhe më bukur. Dua të rikthejmë njërë të projektet të radhës, të përmendim, shtu t'japëm me vërtet hapësirën e tyre që e meritojnë. Se atin ato që ndoshta janë të sa vëdallura, apo dhe disa këngë të cilat do të dalim pas pak. Po, janë, kisha me thonë, disa 10 kongë që janë autorësia ime, edhe teksti edhe vija muzikore që i kom bëhone, edhe disa janë të realizume, disa veç presin me realizu tash në vazhdimësi, po ka që thash tema ndryshme, ka një është ma herët që është publiku, është për pavarësinë e Kosovës, është një duet me një shok timin, që ka dollë shumë duet i mirë, mandej kemi me Hetematoshin, mandej me shokën tim Pifmirijës Jakub Demollin, që e kësha përshëndet edhe ato, dhe e temin edhe gjithë shokë tjerë, po edhe me ato kemi bo një duet për 2 dëshmorë të kombit, ka do diçka shumë e bukur, tani veç jemi
mos të bëj publiki kështu se s'ka dole ashtu, po si duhet, domethënë prap e kemi thuj se veç këtyre ditëve besoj veç ka më lancu, edhe ajo ka më do diçka shumë e bukur, e kështu. Pak ma shumë dësh me mdojnë qështu informacione, Po. pak. Po, Pak ma shumë informacione, për çka po të fjallë të kjo që s'po do me zbulu shumë. jo, nuk është që sosi, po është në realizim e sipër për ata, se jo nuk është, as nuk Okej, është shqetësia, okej, s'kur gjë, okej, vetëm okej. është në realizim e sipër, se jo nuk ka diçka kështu, po besoj që ka më dalë edhe ajo shumë e bukur diçka. Kështu, është për dy veprimtarë çështjes kombëtare, domethënë demonstrata viteve të 80-ta. Okej, qështu do është ta më dalë. Po, e ashtu po. Se Super. jo nuk është diçka kështu që shqetësi, po. po mendoj që na kemi obligim që sidomos brezit të ri pas luftës, sa të kemi mundësi me shpërfaq, domethënë përmes këngës, një periudhë që brezi i ri s'kan pas mundësi me përjetu, po kanë me ndëgju ose me lexu përmes librave që do dalin ose kanë dalë se do dalin tash tutje, po edhe pse jo përmes neve edhe artistave tjerë përmes këngëve që me tregu që një pjesë e historisë e lirisë tonë që na sot dhe gëzojmë, ka përmes qytetit njerëzve, domethënë që kanë dhënë më sublime, më shtrajtën prej tyre, që na sot të punojmë edhe të veprojmë edhe të këndojmë edhe gjitha lamit e jetës të zhvillojmë në liri dhe në shtetin tonë. Për në fund, si do doni që ju të kujtoheni pas ndoshta 100 viteve? Po dhash zote që të kujtohem edhe në atë periudha gjatë, po besoj që çdo njeri normal ka dëshirë që çdo herë me u kujtu për të mirë, nëse s'mundemi me vepra, bile kështu me u shpreh popullor që më na met një fjalë e mirë. Po nëse mundemi me lënë vepra, ajo kish më qenë diçka shumë fantastike, shumë e Po bukur. besoj ju e keni lënë shumë punë që me të vërtet e kanë lënë një gjurmë pra në kulturën tonë shqiptare, me të vërtet në fushën e muzikës popullore. Shpresoj të jetë ashtu, faleminderit për ju shumë, shpresoj të jetë ashtu, edhe ajo kish më qenë diçka shumë e bukur që nesër pas nesër pasardhësit tonë me na kujtu edhe ajo kish qenë diçka shumë e bukur, shumë me u kujtu për një këngë të bukur ose për një vijë ose muzikore ose për një tekst Po. bukur, pse jo, kish më qenë diçka shumë e bukur. Zotrin Nusra, faleminderit shumë që ishëm me ne sot në studio. Faleminderit edhe juve për mundësinë, edhe mbasi veç jemi në fund vit, kisha dashur provës të më shfryzu rastin që edhe juve personalisht, edhe me ndihmën juaj, më uru festat e fund vitit, edhe për vitin që po vjen, të keni shëndet edhe suksese çdo herë në punën e juaj. Faleminderit shumë. Shumë. Dashur shikues, ne rikthehemi pas pak po ashtu me një këngëtare tjetër, por kjo është shumë më vogël, edhe me shumë çmime, pra kemi me fol gjithçka me to. Shihemi pas pak. Atëherë dashur shikues, u rikthye me musafirin e dytë tonë në studio, pra Jona. Më përpara edhe paralajmërova se çfarë bën ajo, por është një këngëtare me shumë talent. Unë mosh ka është vogël, pra edhe kam derën ta kem sot në studio. Përshëndetje Jona, si je? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Si po ndihesh këto? Shumë mirë, edhe faleminderit shumë për ftesën. A fillojna pak me historikun tënd, pra, edhe pse ti kaq në mosh pra të re, qysh fillove të bashkë për këngën, si ka lind kjo dashuria jote për me këndu? Unë me muzikën kam filluar në moshën 6 vjeçe, më së pari kam kënduar në programet të shkollës, pastaj kam pas ftesën të marr pjesë në Talent Show, ku kam konkuruar për 2 vite dhe janë shpërblyer me vendin e parë nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Pastaj kam filluar me ftesa në për festivale të ndryshme dhe kam rritur deri këtu ku jam sot. Që shukon ajo ndjenja, pra ato aktivitetet shkollore, si e ndjej ato pjesë? Ju ndjej shumë mirë, se në muzikën e kam pasion dhe kam bo me gjithë zemër. Pra, a ke pas në aktivitet, cilin me të vërtet e mbon mendë do me shpalos këto prej atyre shkolloreve? Po, më së pari kam qef të tregoj për fesën e abetares, ajo ka qenë hera parë ku kam kënduar dhe kam marrë vesh se kam pasion muzikën. Pra dhe mësusja besoj këtu kohën, ajo që juve ju ka zvullu si talent. Po. Kush është mbështetësia juaj më e madhe? Mbështetësit më të madh janë më së pari prindrit. Pastaj vjen familja, stafi i shkollës, shoqëria e kështu me radhë. E përmendëm talent show-in, pra
A mundesh më na tregu më shumë këto, ndoshta ato detajet e vogla që i bën mend i kanë të freskëta në mendje? Po në talent show kam kaluar shumë mirë, kam bërë shoqëri të re dhe ata janë kanë hapat e mi të parë të muzikës. Si e ndje atë, për shembull, e përmendë edhe shoqërinë, a është muzika ajo që për më të lidh kështu me njerëz më shumë, ke bërë shumë shoq? Po kam bërë një shoqëri shumë të madhe që ende kam kontakt me ta deri edhe sot. Se aty janë ato aktivitetet tjera, pra festivale ndryshme që ke shku për shumë që e kena tavolinën këtu në studio plot me çmime, pra gjithmonë nuk je kthy duar thot, hiç. Jo, asnjëherë dhe i falenderoj gjithë që më kanë mbështetur dhe që më kanë shpërblyr. Se aty janë ato, ndoshta pas talent show-it, e përmend 2 vite ke qenë. Po, pas talent show-it, festivali i parë ka qenë Lipjani i Këndon, ku jam shpërblyer me çmimin e publikut. Pastaj? Pastaj kështu me radhë, kam filluar të fëmijët e gëzuar, pastaj fluturat në Kumanov, Melodia në Klin, Vihuela Fest në Prishtinë, e kështu me radhë. Pra gjithmonë te nuk e ke lënë në asnjë vend Kosovës pa e vizitu kështu Po, me këto normalisht. para. Po. Shumë vjen mirë me të vërtet. Deshta me të pyet ç'e balancon, pra ti je edhe në shkollë, nëse tash e kemi kry para 2 dite, po që ka balancu edhe pjesën e këngës, po ashtu edhe me pjesën mësimore, pra sepse e dim që shkolla, ndoshta tash se shohën që nuk e kam përfunduar shkollën, shto shumë ka angazhime edhe me të vërtet duhet shumë përkushtim. Po kështu në e di që muzika, edhe me muzikë do të merrem, por shkolla vjen në rand të parë, pastaj muzika dhe deri më tani janë një nxënëse e shkëlqyeshme edhe në shkollë, po ashtu edhe stafi i shkollës u ndihmon dhe mbështet në që të vazhdojnë sa më larg. Pra edhe shoqëria në shkollë, do me thonë, është një mbështetje tepër e madhe për ty. Po normalisht, gjithmonë i kanë dokumente të mira, çdo herë që shkojnë në shkollë, përgëzojnë për çmimet që i kanë fituar. Ti njesh si nxënëse kështu shumë e dallume, në fakt, do me thonë që mu me vërtet më bën përshtypje që ti nuk e lanë shkollën anash, do me thonë, për muzikën e keni pasion definitivisht, po dhe shkolla është një pjesë shumë e rëndësishme. Po këto unë e di e kam biseduar edhe me prindrit e me stafin e shkollës, do me thonë unë e kam thonë do të mira me muzikë, por shkollën nuk e la anash. A mendon me vazhdu me studiu muzikën, apo do në shpësham naj fushë tjetër? Njëherë për njëherë në këtë moshë që jam tani, mendoj që me muzikë, por me kalimin e kohës nuk i dihet. A ki naj farë hend kështu të vogël, ku cila lonë të pëlqen ma shumë, ka cila me nënë që jeti kështu të vjen ma natyrshëm pra dhe me mësu në pjesë? Po normalisht lënda ime preferuar është muzika, po ashtu edhe gjua shqipe. Pra dhe gjua shqipe, ty edhe për pëlqej ka me lexu shumë, po mdoket. Pra se edhe leximi, tekstshkrimi, këndimi, këtë këto e ka një farë lidhshmërie me zvete. Po gjithë këto lidhen në gjuhë shqipe tekstin, muzika, melodia dhe bëhet një këngë. A ki kështu ndonjë stres kur dal para skenës e kështu? Normalisht, kur kam qenë e vogël kam pas, por me kalimin e kohës jam rrit dhe jam mësuar me përkrajen e publikut dhe tani më nuk kam asnjë stres. Se këta i kalu për shembull performancën e parë që e ke pas skenike, që ndoshta i ke mbyt ato emocionet kështu edhe këton, okej, unë ko me këndu këto edhe s'ka me pas asnjë sen kaq. Po normalisht atëherë kam qenë 6 vjeçe, herën e parë kam pas shumë stres, por kur kam dalë me duart trokitjet e publikut, me mbështetjen e tyre kam te kalu. Ti ke vazhdu edhe me bo këngët e tua, mundesh me na tregu ma shumë për to? Po, kënga ime parë ka qenë Nëna ime, këngë që ja kam kënduar nënës, pastaj Shkolla ime dhe E dua që i kam në YouTube, janë të kompozuara nga studio In Records dhe me videoklipet e kryera nga Nuanca Films. Si të ka arë kjo inspirimi, pra me shute të fokusojnë pak të kënga për nënën, se me të vërteta është një dedikim që gjithdo këngëtar do të me bo definitivisht, do të me qenë shumë falenderus ndaj nënës. Po, këngën Nëna ime, kam pas dëshirë që m'ja kushtu nënës sepse ka qenë kënga ime e parë, dhe jam mundu që në atë këngë me falenderu nënën për gjithë kujdesin dhe dashurin që ma jep ajo mua çdo ditë, po normal, dashurin e nënës nuk mundem t'ja kthejmë, po jam mundu paka shumë me nderuvit, po, në mënyrën ma të mirë, du më thonë sa ke mujtë. E kemi edhe këto këndën Shkolla ime, pra edhe kjo
Në njëherë pas në Naime, po. Kam vendosur që më së pari, si që thashe më herët, këngën e parë nënës, por në rand të dytë edhe shkolla, dhe jam munduar për gjitha kujtime që i kam, sa shumë e dua shkollën dhe me nxis pres të shkoj të ajo çdo ditë, jam munduar që ta shti edhe ato në këngë. Pra ti në shkollë shkon me qef, a ki kështu në një moment preferuar gjatë vitit, pra? Normalisht momentet e preferuara janë kur takohem me shoqërinë. Qysh do këtë ajo periuda e testeve? Periuda e, se ta është dim vlerësime shtu e i vazhdueshëm, por e periuda kështu e testeve është goxha pak stresuese. Po, është pak e rëndë, por unë mësoj, ushtroj. Ndërsa përgatitja kështu konstante që e ki edhe ky përkushtime e bën këto atë mundur. Po, gjithmonë fokusohem, e lë muzikën pak ma anash dhe ushtroj. Pasi të ushtroj, kryet periuda testës filloj me njëherë me muzikën. Si duket një ditë për ty? Një ditë shumë e bukur, filloj si zgjohem, bëhem gati, një rutinë normale, pastaj bëhem gati. A këndon duke u bërë gati? Po, normalisht. Pastaj bëhem gati, shkoj në shkollë, kaloj një ditë mrekullueshme, kthehem, i bëj detyrat, lexoj dhe prap ushtroj pak këndimin dhe kështu është një ditë e imja. Pra këndimi është gjithmonë pjesë e rutinës tënde. Gjithmonë. A ke ndonjë moment që ndoshta kujtohet si më i mirë gjatë këtyre viteve karrierë që i ki? Normalisht, momenti më i mirë për mua ka qenë hera parë kur jam paraqit në skenë. E kam bërë me shumë dashuri, shumë krenari. Cila është çka po kalon tash, për shkak me krahasu herën e parë që e kon skenë me tash herave të fundit. Cili u kon ai dallimi që e ke pa tek vetja? Atëherët kam qenë më shumë me stres, kam qenë më e vogël dhe tani e shoh që jam adaptuar me publikun dhe me skenën. Por sidomos kemi, pra, ju keni qenë gjithmonë e një person që jeni shumë e guximshme dhe me të vërtetë kur jeni konfidente në ato se çka bëni edhe pasioni për këto pikërisht e bën edhe këndimin kështu edhe të lehtë si pasion. Çfarë mendoni për këtë pjesë? Unë e bëj këndimin me gjithë dashuri dhe nuk kam qef kur ndalem. Çdo herë që bëj diçka kam qef edhe muzika me kam pjesë e saj. Po, pra, si kalon ti me shoqëri? Si kalon për shembull një ditë, ndoshta një aktivitet jashtëshkollor, jashtë muzikës? Po normal, luajmë, pastaj ndonjë lojë më të rëndësishme, pastaj edhe pak këndojmë dhe kështu e kalojmë një kohë shumë të mirë. Pastaj edhe mësojmë, lexojmë. A tu ka qesh najhere gjatë një ushtrimeve, ndoshta ose para se me hyjë në skenë, a ka pas ndonjë moment kështu të lezetshëm? Po normal, gjithmonë para se të dalë në skenë kemi momente shumë të mira. Të me thonë bëj edhe shoqëri të reja të me fëmijë që nuk i kam parë ndonjëherë dhe mbaj kontakt me ta të mirë, pastaj vjen koha që të dalë në skenë, pastaj masi ta kryj performancën time, marr komente nga ta, po ashtu edhe unë ju jap atyre. Pra, jo vetëm edhe se këndoni, po pasi që i keni marrë të çmime si jeni ndje? Janë ndje shumë mirë, por për mua nuk janë normal, çmimet janë shumë e rëndësi, por më rëndësi është performanca ime dhe përkraja e publikut. A tu ka du kështu që je përmirësu edhe gjatë rrugës? Po, gjithmonë e kam pa që në çdo performancë kam ndryshime të ndryshme. Po fokuson pak tek këngët, çka të pëlqen më shumë ti me kënu? Njëherë për njëherë më pëlqejnë këngët patriotike, por me kalimin e kohës kam qef t'i provoj të gjitha zhondrat. Pse pikërisht këngët patriotike? Sepse me këngët patriotike kam qef që ta nderoj atë dheun tim aq sa mundem. Pra dhe ti e ki kështu shpirtin e gjallë për atë dheun, kjo është një veti që me të vërtetë e shohim shoqërinë tonë, më vjen shumë mirë që e ti një vajzë ka që ri, po e promovon këtë pjesë që me të vërtetë na bën mundi krejtëve mirë. Atë fokusohemi pak pra te kjo pjesa në qoftë se ti nuk ishe punë këngësore, ose nuk ishe mirë, kështu me se kishe pas tavolinën këtu full, qa kishe bu diçka tjetër? Po kisha pas pak qef nga aktrimi dhe vallëzimi, po ashtu. Pra aktrimi, okej. A sheh veten kështu në për filmat Hollywoodit, ndoshta mas 20 viteve? Besoj dhe shpresoj, sepse dhe aktrimin e dua shumë.
Cili zhanër është të pëlqen më shumë të tek aktrimi? Ndërsa drama, aksione? Po, nuk kam zhandër të preferuar ende, se kam zgjedhur kurrë. A ki ndonjë film kështu të preferuar? Ose ndonjë aktore? Jo, nuk kam filmat preferuar, ende jo. Okej, pra, për filma vizati mura jemi rrit pak për to kështu. Pak jemi rrit, po kur kam qenë e vogël i kam përcjellur shumë. A të pëlqen ma shumë me këndu vetëm apo me dikon? Po, dyja të mirë, po ashtu unë kam provuar të këndoj vetë, por edhe një duet, pse jo? Me kon kishe vu duet? Duet, nëse më kisharë mundësia me shoqërinë time po, por edhe me këngëtarën time të preferume, Leonora Jakupin, që kënga e saj e preferume imja është Avritet pafajësia, që kisha pas qef me këndu një pjesë këtë. Pa tjetër? Avritet pafajësia, qfar faji ka drenica, që trembe nga fëmia, që threta zem nga lica. Drenica lin veshtrima, ju i lini fmiti jetima, është një kom që don liri, dhe Kosova Shqipëri. Shumë bukur ka kjo, faleminderit që këndove këtu në studio. Cilat këngë tjera të pëlqejnë, për shembull, e përmende Leonora Jakupin, pra a ke taku ndonjëherë, a ke pas ndonjë kontakt? Po, me Leonora Jakupin jam takuar 3 herë, po ashtu edhe kam marrë leje që t'i këndoj edhe këngët e saja, që një nga to e kam edhe në YouTube-en time, mos e prekushtarin tim. E ajo këngë, për shembull, çat kalon brejsa mas shumë të ajo këngë? Më kalon shumë brej, sepse ajo ka qenë kënga ime e parë që e kam publikuar në YouTube, dhe më ka pëlqyer që u përshkruaj gjitha dhejojnë. Po, pikërisht, me të vërtetë ky fokuse më janë shumë mirë. Këngë tjera, çfarë zhanri do me vu? A do me vu ndaj lloj baladës, a do ndaj këngë kështu pop, pak a shumë aktuale? Po ashtu edhe unë kam bashkëpunime me Albosin, më pëlqen shumë këngë të Albosit, po ashtu edhe një këngë të Albosit kisha pas qef me këndu edhe tani. Po, vetëm vazhdo. Kam duru, e lotët i kam bajt, edhe pse me zemër kam qajt, si ka mundësi dikush që të don, ka shpejt haron, ka shpejt haron. A mendon se kënga është kështu ndjenjë që të vjen nga vetja? Po, në më sfore njëherë jam pak e vogël mi ndik të këngë, po mendoj që po. E përmendëm këngën pra vendim, edhe këto me të vërtetë është kështu, edhe këngën nëna ime, pra këtu këtë gjithmonë ka lind nga ndjenja, kështu, edhe me të vërtetë kjo aplikohet edhe tek te, edhe pse jemi pak më vogël, por ndjenja gjithmonë janë, ndoshta nuk mund t'i mbajmë brenda, edhe mënyra më e mirë për mi shprehë është përmes artit, siç është një formë shumë e mirë pra muzika. Çfarë mendon? A kishe bu ndoshta një formë tjetër të artit, ndoshta kishe fillu me pikturu, a mendon se tu kish përshtatet në këtë pjesë? Po normal, se si muzikën në çka të mendoj, çfarë ndjenje që kam, dhe me thonë përmes muzikës, e shpreh në muzikë, por edhe me pikturë po ashtu, sepse çka të imagjinoj mund ta shpreh edhe me pikturë. Po se e kemi edhe artin si lëndë kështu, edhe ajo është një farë talenti, sepse çdo artist është pak a shumë kështu i përfshirë në këto pjesë, dhe përmendëm na edhe aktrimin, edhe me të vërtetë kjo paraqitja skenike, pra ti je shumë rahat me kamerat, edhe kjo ty të kish ndihmu tepër shumë në aktrim. A kish ty kjo për shembull ndoshta me vazhdu me ndonjë kurs të aktrimit, me ndonjë teatr, ndoshta me luajt ndonjë rol? Po kisha shpresu shumë që me marrë pjesë edhe ndikon në aktrim, sepse unë që kam qenë e vogël jam adaptuar me kamera dhe nuk kam as pak stres nga to. Këto do të një do në mirë njoja edhe prindve tu, sidomos, që e kanë rrit një vajzë kaq të mrekullueshme, kaq të mirë, kaq të sjellshme, po dhe tepër të arritur, me vërtet një duar trokitje prej meje e kanë. E pikërisht edhe ti e ke kushtuar edhe nënës tënde ja ke kushtuar një këngë, po edhe babit tash dohet. Po, e kam plan që edhe babit ja kushtoj një këngë. A ki në plan kështu ndonjë këngë tjetër? Po tani e kam një projekt të ri, e kam bërë një këngë timen që ende nuk e kam lansëuar.
për çka bëhet fjalë kështu pak a shumë, mos ta zbulojna shumë. Po, bëhet fjalë për skenën. Okej. Pra, përvoja jote pak a shumë? Po, Si mendoj ashtu. që kam u prit kjo? Besoj që kam u prit shumë mirë, se unë kam kënduar nënës, shkollës, muzikës dhe besoj që edhe për skenën kam me prit shumë mirë. A ki ndonjë këngëtar tjetër ty që të pëlqen? Pra përmendim Leonorën, Po. definitivisht ajo është ikonë, po diko tjetër ndoshta edhe këngëtar ndërkombëtar që ty të kanë pëlqyer. Po, normalisht, po edhe këngëtare tjera të preferume kam Shkurtë Fezën, po ashtu edhe Dafina Zeqirin. Pse pikërisht këto dyja ndoshta i kanë kështu goxha më ndryshe prej njëna tjetrës janë këto. Cilat janë këngët e ty të preferume? Pra prej Shkurtës dhe prej Dafinës? Po, të Shkurtë Fezës, kënga e preferume e imja është Mora Fjallë, që e kam të lansuar edhe në YouTube, po ashtu edhe... Pra e ki si cover ato? Po, cover, po ashtu edhe Padovak s'ka mu bonuse, dhe Dafina Zeqirin, kënga ime preferume është Dura, që dhe ato e kam të lansuar në YouTube. Tash cilën prej tyne e kime na këmu që tash? A triat? Kisha pos dëshirë që Padovak s'ka mu bonuse. Ndrejko. O fjala ime është plumbi pushkës, se mja kam prek të lin lahutës, e kam dash kangën, o me manda, se kam kujtu që s'kam ushtar. Sa ki të vështirë ndoshta mi mbajt në mend të gjithë të këngë, kështu me një herë, po të vinë. Po, është pak e rëndë, po në me kalimin e kohës ushtroj në shkollë. Ndoshta edhe një këngë që të pëlqen, kështu nuk dajt prej mendjes. Po, normal, këto këngë i kënoj me zemër, po ashtu edhe i ushtoj në shkollë, në shtëpi, kështu që nuk më ka ra kur që mi harru ndonjëherë. A ki kështu ndonjë këngë që për më të mbet në mend edhe e këndon ndoshta gjatë gjithë ditës? Po, është kënga ime, e dua, që tani e kam publikuar më së fundi në YouTube dhe nga të shkoj e këndoj. Apo na këndon edhe pak? Po. tash? E dua unë muzikën shumë e dua, këndoni bashkë me mua. Pra ti nuk e pas këtë vështirën me arrit notat e nalta, kështu. Se me të vërtet kjo është ndoshta një veti që shumë këngëtarë nuk mundin me mri shumë notat e larta, sepse dam pyetje ose i duhet kështu shumë ushtrime. Sa herë ti bën ushtrime kështu vokale, si do kënë ato? Po çdo herë bëj ushtrime, por më shumë në shkollë, me arsimtarën Hani ushtroj të gjitha, dhe ku e gjen diçka një problem, të që të shumë mirë pe bën, veç përmisohet pak më mirë. Po pikërisht, pra gjithmonë ai përkushtimi, përvrej pra e mbështetja pra e arsimtarëve, edhe shkollës, po të familjes, në ato që me të vërtet edhe këto kritikat të mësojnë këgja ma shumë. Si pranon ti këto? I pranoj shumë mirë, sepse kam qef që çdo gabim që e bëj ta përmisoj dhe mos ta përsëris më, domethënë. Po se ndoshta jo prej lavdatave, janë shumë të mira lavdatat, po kritikat janë ato cilat ndoshta ai person që ta don të mirën, mas shumë të ai ka me pas kritikën më reale për Po, ty. normalisht. A ka pas ndoshta dikush ndaj kritikë që ti e ke përmirësu? Kështu dikush tjetër jo, përveç stafin e shkollës, si që përmenda arsimtarja ime, ajo ka më shumë kritika, por unë i vlerësoj ato. Cili është ndoshta një vetë që ti e ke përmirësu, e ke largu kështu me një herë pas kritikës? Dhe me thonë, gjithë herë diko ne uli zonin ma poshtë dhe më thët me zo ma të madhë, ose shumë dëpe bën zonin, bëje ma të fort dhe ato kritika une i pëlqej shumë edhe falenderoj shumë që më të regën. Po pra është ajo pjesa e intonacionit që në të vërtet ndoshta shumë detaje shkojnë këtë pjesë. Si shkon për ty ndoshta ajo vomja një kongës, sepse ti ke boz disa kongë. Si shkon do me thënë rekordi sajna e kështu? Po në do me thonë hinë studje, këndoj me gjithë zemër, bazë melodis, dikon e këndoj një pjesë, pushoj, i plotësoj disa gabime që i kam bo, dhe kështu shkon, i gjiroj edhe pjesë tjera dhe kështu kryet kënga. Ti përsho që e ki, pra zhanëve të ndryshme të kongëve, po ashtu edhe kongët e tua, pra më nëshmi bo pak ma
gjalla, pak ma ritmike, po dhe mundesh me jap edhe shumë emocion këngëve që me të vërtet, pra sidomos ato për Adeon, duhet me jap një farë emocione, pra edhe ato këngë besoj që janë unë vjen tepër mirë dhe jetë më bu tepër përshtypje që jetu jap shpirt atyre këngëve, me të vërtet si shkurt e Feza që mund me kënu një këngë edhe të mja kalu asoj, është goxha arritje. Si shpreshohem edhe këto. Pra, këto arritje gjithmonë janë ndoshta si një kujtim që mos me gjithmonë me vazhdu për para. Po, dhe me thonë, one i këndoj këngë, po kur nuk e kam menduar që mund t'ja kaloj ati këngëtare, që e këndon këngën e ti originale. A i ke mendimin për sa dëgjova unë këto, sa kom dëgju prej projekteve tua në YouTube, kështu që unë kam vetëm për kraje. Faleminderit që tomë. Cilat janë projektet e radhës që do në veçu, për shembull, nëse do në vonë ndonjë projekt më madhor më vonë? Po ashtu e kam një këngë tjetër që titullohet me Zëri e, që teksti është i shkruar nga Aurora Balaj. Kjo pjesa e tekst shkrimit, a të vjen ndonjëherë edhe ty me shkru ndonjë tekst, apo si? Po, unë i kam shkruar tekstet e këngëve Nëna ime dhe Skena. I kam shkruar tekstet vetë. Si tu ka duke pjesa e tekst shkrimit, sepse me të vërtet për një këngë, mundet mu do ke lejtë oki për shkruj një tekst, po ka ma shumë do shtatë filozofi? Po njëherë, kër e kam bë tekstin e këngës Nëna ime, ka qenë më spari e vështirë, sepse kam qenë ende e vogël në mosh, për me kalimin e kohës, ju mundu so ma mirë me bë. Po pikrisht, a ke pas ndoshta ndonjë link, shtë ndonjë fjali, cilën u do është me largu, apo ndonjë strof tjetër? Po, kum pas, po ku me ndu e kam shkrua tekst, ditën tjetër kër e kam shiku, ja ta ndryshoj këtë. Pra e praktikon edhe këto me këshyr tekstin ma vonë, me një sfit tjetër ndoshta pak ma fresh, kështu a? Po gjithmonë, po ashtu dhe pasi ta shkruaj tekstin, mundojmë që dhe pak t'ja gjej vjen melodike, dhe me thonë sa ma me melodi dhe ku nuk i përshtatet janë ndroj atë pjesë. Po pra dhe ritme, këto ndoshta teksti mund me qenë shumë i mirë, po nëse nuk e gjenë melodin kështu saktën që shkon me ato dhe çfarë mesazhe do në përcjell. Pra edhe unë e pashtë edhe prej temës të këngëve tua, ti mundosh gjithmonë me përcjell mesazh. Po gjithmonë, mesazhi është pjesa kryesore e këngës, prandaj mundojmë të gjej mesazhin më të mirë. E përmendëm Dafina Zeqirin, pse pikrisht pëlqen Dafina Zeqirin? Më pëlqen se kur kam qenë e vogël, i kam dëgjuar vetëm këngët e soja dhe tani me kalimin e kohës, tani që jam rritur kam vendosur ta bëj cover këngën e soj Dura. Kjo është këgja kështu një këngë dhe kjo me një mesazh shumë të fortë, pero po vazhdoj me të njëjtin ritëm kësaj pjese. Po, kënga Dura është e bazuar në ata njerëz që janë në depresion dhe kam menduar pse jo si fëmijë ta këndoj që ndoshta sa do pak do t'i ndihmoj dikujt. Po pikrisht me po edhe vullnetin tonë dhe me të vërtet besoj që kjo ka pas ndikim të madh. Cilat, pra, qysh e ti vetën pas, mos themi 5 vite se shumë ngatë, kështu, po 10. Po besoj dhe shpresoj që ta shoh veten si një këngëtare të famshme me gjithë përkrajen e publikut. Edhe unë besoj me gjithë zamër se kjo do të ndodhë dhe unë do t'jem aty duke prioritur për ty. Faleminderit. Juna faleminderit shumë që ishte me ne sot në studio. Besoj unë ndihem goxha mirë edhe unë ndjeva goxha mirë edhe gjithë publikut që po na sheh. Dhe unë e kaluva një kohë shumë mirë dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit Onja. Dashur shikues, ka që kishim për sot në dita me ne, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.